Ka një djalë, tash themi diku te 20 vjeçi, i cili prej ditës lindjes nga goja nuk ka hangur ushqimisht. Ka një ushqim special i cili nuk gjendet tutena në Kosovë. A ka ndonjë moment kur juve ju ka bë mundi ndoshta pak shpirtnisht ma liga ose ma rand? Unë mund ta përmend, po pa e cilësu ndoshta me emër me mbiemër, një rast që kemi është besoj që njerëzit kur na përcjellin në rrjetet sociale dhe aktivitetet e shoqatës, ato e shohin është një rast një familje e cila do thotë ka një djalë, tash themi diku te 20 vjeçi, i cili prej ditës lindjes nga goja nuk ka hangur ushqimisht. Ka një ushqim special i cili nuk gjendet tutena në Kosovë. Dhe neve shpesh herë bëjmë thirrje te njerëzit, ndoshta me kërkesën e familjes, me lejimin e familjes, ndonjëherë edhe postojmë ndonjë foto, ndonjë video të personit, individit, dhe për me siguru një ushqim i cili nuk bën në Kosovë. Do thotë kemi sjell prej Italisë, prej vendeve skandinave, po edhe prej Kroacisë, dhe mundohemi ja siguru pakën për 5-6 muaj, pastaj ka nevojë për pampersa, për higienë, sepse është i palëvizshëm. Dhe neve shpesher i dërgojmë njerëzit edhe te këta raste, dhe po e përmend edhe një rast tjetër, propom që vitin e kaluar në Ramazan kemi ra në kontakt me një familje që shumë e sprovune, do thot një bashkëshort me gruan e tij, do thot me smundje të rënda, me terapia, me borxhe, mirë po fal vullnetit të mirë të njerëzve dhe sinqeritetit atij kryefamiljari, do thot nga njerëzit të cilët neve i kemi dhënë adresë, kemi dhënë numër telefon, kanë kontaktuar, ai kështu na ka thonë, ato që unë kam planifikuar me i kry disa borxhe, do punë që kam për 10 muaj, ka dash Zoti i kam kry për një Ramazan. Kështu që unë i ftoj njerëzit që më ardhin te shoqata Bereqeti, nëse dhe dëshirojnë vetë me shku te familja me kontaktu, neve kemi atë mundësi, do të neve edhe listat ju japim, edhe kontaktet e familjes. Thjesht vetëm që ai që jep mundi i rahat zemra.